Në zemër të Drenasit, vetëm disa kilometra larg qendrës së qytetit, shtrihet një nga vendbanimet më të vjetra dhe më karakteristike të kësaj ane, fshati Verbovc. I vendosur rreth 3 deri në 5 kilometra nga Drenasi, Verbovci përfaqëson një lidhje të fortë mes historisë dhe jetës moderne rurale. Ky fshat është i njohur për pozitën e tij të favorshme gjeografike dhe për traditat e ruajtura ndër breza. Sot në Verbovc jetojnë rreth 400 banor, të cilët kryesisht merren me bujqësi, blegtori dhe aktivitete të ndryshme lokale. Edhe pse një fshat relativisht i vogël, ai ruan një jetë të gjallë komunitare dhe një identitet të fortë kulturor. Historiku i Verbovcit daton shumë herët. Ai konsiderohet si një vendbanim i vjetër me rrënjë që shtrihen në periudha të hershme historike. Gjatë shekujve, ky fshat ka qenë dëshmitar i zhvillimeve të shumta, duke ruajtur gjithmonë frymën e qëndrueshmërisë dhe lidhje me tokën dhe adheun. Sot Verbovci mbetet një shembull i qartë i jetës tradicionale kosovare, ku mikpritja, puna dhe respekti për trashëgimin janë ende vlera themelore.